të drejtën për votim, humbin sigurimin shëndetësor, humbin pensionet, humbin pronësinë, humbin dokumenta personale. Të gjitha shërbimet që duhet t'i ofrojë një shtet, një qytetarit vet, derisa ai është qytetar brenda kufive të atij shtetit, këta persona i humbin. Do me thënë, zoti Pajazit, ata nuk kanë më të drejtë të kthehen në shtëpinë e vet, në pronën e vet? Jo, ata me skadimin e dokumentacionit, qoftë letër njoftim, qoftë pasaport, qoftë patent shofer, skadimin e parë që aty një ndodh, shkojnë me vazhdu këto, ata e kanë vrejë që ata mund nuk ekzistojnë si njerëz. Po. Edhe kjo gjë ka bo që të lajmërohen mbi 200-300 adresa të shqiptarëve që janë pasivizuar për një periudhë jashtëzakonisht shkurtër, për 7-8 muaj ditë, që ka ndodhur vitin e kaluar, ka qenë më aktuale, e që tash fatbartësisht e përmendi edhe Fredi që kam rri deri në Kongresin Amerikan, atje, për janarit deri në korrekt vitit 2025 janë lajmëruar për 200 raste, 200 adresa të shqiptarëve që janë pasivizuar. Nëse pasivizohet një adresë një shqiptari, pasivizohet një familje për një herë atë. Nëse pasivizohet adresa ime, unë kam familje mbrana atje. Domethënë mbrana kësaj, në mbrana një adrese mund të jenë 10 antar të familjes, 7 antar, 5 antar, varet sa familje kanë qenë aty. 200 adresa, 200 persona me familje me njëre për një periudhë të shkurtër, për 7-8 muaj ditë që janë pasivizuar. Ata për shkak presioneve të Bashkisë Ndërkombëtare, gjëja se ka ndalë një gjë të tillë për një periudhë të shkurtër kohore, mirë po ata e vazhdojnë në heshje. Ata nuk e ndalin asnjëherë një gjë të tillë. Ky fakt diskriminimi është një diskriminim, është një spastrim etnik, si më thonë, në kushte moderne tash, pa Një pyetje zoti Pajazit, me leje zoti Guri. Kur ka filluar ky proces? Është i ri apo ka qenë ndem babaden, themi? Po tash kur është bëj spastrimi etnik nga trevat e Nishit e Prokupës se kur shumë lizaj nuk ofert i ri. Domethënë ai u bë spastrim etnik kështu me dhunë, edhe që e largu prej atij edhe asnjëherë mos i kthyn. Ajo ishte e tmerrshme. E njëjta gjë neve na ka ndodhur edhe në Qamri. Cili shqiptar nga Qamria ka guxuar me shku me pa pronën e vet në Qamri, s'ka guxuar asnjëherë. Është e njëjta gjë. Mirë po në këto raste këta sapo nuk janë të regjistruar në Serbi, këta nuk munden më u fut në Serbi, sepse në Kufi ose në aeroport kudo që zbresin ata, nuk figurojnë emri tyre, ata nuk figurojnë si njerëz që janë diku të regjistruar në botë. Domethënë, aty as dokumentacioni më nuk u vlen. Ata munden më u fut në për rrugë të ilegale mbrana territoreve andej dhe me shku pronat e veta, mirë po ata persona nuk janë inexistent për shtetin e Serbisë. Pasaporta e tyre nuk vlen më. Jo, nuk vlen kur gjuma, nuk vlen asnjë gjë më për ta. Gëdozja të Guri, pyetje. Pyetje kisha. Nuk është, po e kjo profesor Sazan që pyete pak më herët për këtë pjesën e veriut të Kosovës, kjo nuk qëndron në veriun e Kosovës. Qeveria e Kosovës e ka shtrirë autoritetin e saj deri në Kufi me Serbinë. Ne kena dy pikat kufitare, kena që kena pjesën te Leposaviqi, edhe që kena këtë pjesën tjetër që kena këto afër tek liçeni u Imanit. Janë dy pikat kryesore, pikat kufitare që kena me Serbinë që kena pas problemet më të mëdha. Na kena pikë kufitare edhe me Merdar, po atje janë shqiptar këtë pjesën tjetër e serb, nuk e kena pas këtë lashtë. E kena edhe te Xhilani atje, është ajo te Dhëvi i Bardh, që thonë pika kufitare te Dhëvi i Bardh, po ne shqiptar tani na prapë janë lugina e Preshevës janë shqiptar dhe nuk i kena pas këtë probleme. Këto probleme kena pas në veriun e Kosovës këtu ku jemi ne. Këtu në këtë pjesën e veriut të Kosovës, qeveria e Kosovës ka arrit me shtri sovranitetin e vet deri në pikën kufitare. Po në asnjë rast, asnjë serb, këtu komuna, pjesën veriore që kena komunën e Mitrovicës së Veriut, komunën e Zveçanit, komunën e Leposaviqit, komunën e Zubin Potokut. Asnjë serb nuk maltretohet, nuk diskriminohet, nuk pasivizohet në adresë. Po në rast se ka qenë i përfshirë në krime, po normal. Do e mos që policia gjithmonë ka listë për me arrestu edhe me pru para organeve të drejtësisë. Po nuk bëhen kësi manipulime që fare i bën Serbia me shqiptarët që janë në luginën e Preshevës. Në asnjë rast. Pyetje. Dy pyetje. E para, pse nuk lejohen librat që vijnë nga territori i Republikës të Shqipërisë drejt luginës Preshevës, Medvej, Bujanovsk, pse nuk lejohen direkt? Libri është libër, kulturë, dije. Një libër, një ditare e hapur në luftë për jetën. Pra, një libër. Pse nuk lejohen këto? Në Preshevë, luginë e Preshevës.
Ti qërë direkt. Sa i përket Shqipërisë është një problem pak më ndryshe se sa problemi i Kosovës. Ata prej Kosovës nuk dojnë me pranu ande asgjë. Hiç asgjë nuk dojnë me pranu. Ashtu. Edhe pse qeveria e Kosovës ndon miliona euro ndon për me ndihmu edhe fermeret edhe shkollat edhe për luginën e Preshevës, mirë po ato fonde ka marrë të bllokuar me Serbia dhe nuk i ka leju me gëzu shqiptar. Qeveria e Shqipërisë, mungesa e qeverisë së Shqipërisë në këto raste, ato dy shtete njihen Kosova, Shqipëria edhe Serbia. Me marrëveshje bashkëpunime ata mundën me leju libra që shkojnë prej Shqipërisë, mundën me shku në Preshevë edhe me u leju të shqiptarët. Jënë të ndaluar ato që shkojnë prej Kosovës, sepse studentët e Preshevës, të cilët shkollohen në Shqipëri, diplomat e Shqipërisë aty ju njihen. Nuk ju njihen diplomat e Kosovës aty. Po. Edhe Universiteti i Prishtinës edhe të gjitha universitetet, qofshin publike dhe private në Kosovë, ju kanë jap hapësirë shumë më tepër se sa Universiteti i Tiranës, ndoshta atyre shqiptarëve të Preshevës, Medveçit dhe Bojanovcit. Po ata nuk kryjnë punë, edhe nëse kryjnë një universitet brenda Kosovës, me atë universitet ata nuk mund të punësohen në Serbi. Profesor Parazidi. Në Preshevë dhe Bojanovcit fjala, në komuna shqiptare atje. Po edhe kjo administratën serbe qofshin se ata janë banor me rezident me dokumenta të shtetit Serbisë, domethënë ata mund punojnë edhe në Beograd edhe gjithku tjetër, nuk lejohen me diplomat të Kosovës. Kosova dhe Serbia e kanë pas një marrëveshje për njohjen e diplomave, nuk ka hica e marrëveshje përpara, domethënë çdo marrëveshje që është bën këto bisedimet mes Kosovës dhe Shqipërisë, vetëm ato ku s'ka pas mundësi fare, që ka mundë Serbia me blloku se gjithaj ka bllokuar. Aja unë sytë e Bashkimit Evropian kanë shkruar diçka, në realitet këne nuk e ka aplikuar në asnjë rast. Pyetje. Po. A shqiptari a e bën të njëjtin gjë me një qytetar serb që të pasivizoi pasaportën për shkak se ai është larguar më tepër se 6 muaj? Pra ne nuk e bëjmë këtë. Ne si qoftë Republika Shteti i Kosovës në Kosovë, qoftë edhe një komunë e caktuar si Mitrovica apo nuk e bëjmë të njëjtën sjellje. Jo, në asnjë rast nuk e bëjnë. Këtu tek ne është një paradoks tjetër, është një diskriminim tjetër që i bëhet Kosovës nga Bashkia Ndërkombëtare. Bashkia Ndërkombëtare i njeh pasaportat e serbëve të Kosovës me emblemin e Serbisë. Po. Edhe serbët e Kosovës nuk marrin pasaportë të Kosovës. Ata janë të detyruar me marrë letër njoftimin e Kosovës për me pas të drejtë në votime, edhe nuk marrin pasaportë kosovare, po marrin pasaportë serbe mbrana Kosovës. Është një organ i një shteti tjetër që vepron mbrana Kosovës me pasaporta. Këto nuk ka mujt ende qeveria e Kosovës me nal, sepse këto pasaporta i një Bashkimi Evropian, edhe këta qytetarë të Kosovës janë të regjistruar me letër njoftim në Kosovë, me pasaportë, marrin pasaportë serbe brenda teritorit Kosovës. Këta kanë pas edhe tabelat e makinave, ndoshta keni dëgjuar për problemin e tabelat e makinave. Do ata kanë regjistruar makinat në Serbi me regjistrim të Mitrovicës, me regjistrim Gjakovës, me regjistrim Prishtinës, të Pejës. Këtu i kanë dalë qeveria e Kosovës sepse ato makinat ato let me i nal, sepse nuk i lënë qarkullimin rrugë, se rrugët i kanë në kontroll policia e Kosovës. Mirë, po pasaportat ti smunesh me ahi kërkujna prej xhepit. Edhe çdo kush e bani pasaportë çfarë do në xhep. E tash me këto pasaporta, ata e shfrytëzojnë Kosovën si vend banim, e shfrytëzojnë Kosovën si adresë, e shfrytëzojnë Serbinë si shtet vetin. Po dhe voto kanë ata pas kanë të drejtë votojnë aty, do të marrin pjesë në jetën politike të Kosovës, po pasaportën e pas kanë të Serbisë. Kartën e identitetit e marrin në Kosovë, marrin se pa kartë identitetin. Kosovë nuk mund të kartë identiteti të Kosovës, pasaportën e Serbisë. Pasaportë. Dhe ky është një skandal më vete. Pasaportë serbe brenda Kosovës. Që është një institucion paralel që i lëshon këto pasaporta që në Serbi. Domethënë, po kjo është një skandal tjetër të cilin Bashkimi Evropian e ka lejuar. Po me këtë logjik nuk ka pas vullnet në asnjë rrethon Bashkimi Evropian që shqiptarëve t'ju ndihmojë, t'ju lehtësoj organizimin e shtetit vet, po gjithmonë edhe kur ka marrë ndonjë veprim shteti i Kosovës për me stabilizu situatën në pjesën veriore, Bashkimi Evropian ka ditë me vu sanksione, ka ditë me vu kushte, ka ditë me përjashtu prej fondeve ndryshme ndërkombëtare, ka ditë me na kanë vënë me vitet tona dhe heqja e vizave shqiptarëve të Kosovës, çdo gjë prapë është bën kurrë. Pyet. Po gjuar shqipe në Preshevë, Medveç, Bojanovskë dhe
dhe në Preshevë vetë. Në çfarë nivelesh është gjua shqipe? Deri në çfarë klasash mësohet? Si qarkullon libri shqip, libri historik? Si qarkullon? A shkruhet në shqip? A ka autor shqiptar? Gjua shqipe në shkollat në Preshevë, Medvegje dhe Bujanevca atje është shkolla fillore dhe shkolla e mesme. Deri në gjimnaz. Matutje nuk ka. Programe për gjuhën shqipe nuk ka matutje. Pjesa më e madhe plan programe që mësohen në këto shkolla janë plan programe serbe. Domethënë paralelisht me gjuhën shqipe mësohet edhe gjuha serbe në për shkollat atje. Edhe të gjitha librat që janë brenda këtyre shkollave, po flas kështu edhe nga përvoja kur ishim dikur në Serbi kur mësonim, janë libra të kontrolluara nga enti i mjeteve, i teksteve dhe i mjeteve mësimore serbe. Domethënë pa e verifikuar ata mirë librin, çka po shkruhet në to, ata nuk e kanë lejuar me dalë në bankat e shkollës për nxënësit. A e merr një shqiptari Kosovës lindore, a e merr historinë e Shqipërisë apo e ka të gjumtuar, do thosh jo? Nuk e di. Diçka them, ndoshta brenda shkollave kështu mësimdhënësit e historisë ata gjithë janë të shkolluar në Kosovë dhe në Shqipëri atje, ata mundën me nxjerr brenda orëve të mësimit histori kombëtare, mirë po me plan programe që duhen t'i kenë ata, që konsideroj që duhet me pas ata nga regjimi serbanej, nuk janë shumë të lejuar me këto tema. Mundem më fol diçka për Skënderbeu, mundem më fol diçka për luftën e dytë botërore, mundem më fol diçka për luftën e parë, për diçka që nuk i ngjet shumë ata ose nuk i prek shumë ata andej. Unë mendoj këto, nuk jam shumë i sigurt se nuk kam pas me dikën që kam biseduar më herët çfarë plan programesh kanë ata brenda këtyre librave.